veti humbon, fatkeqësisht, veti lig për politikën në Kosovë, për dalën për popullit i mirë, dashtën. Përfundimisht kuvendi mund të qoti dështum në arritjen e zgjedhjes së qeverisë, por pa fajin e tyre, pa fajin e deputetëve, definitivisht. Deputetët tonë nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie, konstruktiviteti, angazhimi ka qenë prej fillimit që me gjetë një rrugë, po kriza ka qenë e planifikuar, kriza ka qenë e menaxhuar, kriza u shtelu dhe përfundimisht ka rënë në narrativin e vet. Partia e parë ka rënë grupën e vet politike, sepse unie e vetë mjaftueshme, u pa që nuk është si e tillë, dhe kur duhet më së shumti me siguru besim, të tjerët e humbin pragmatizmin. Kjo është Kosovën e çon në një krizë të re, kriza ka mu thellu, zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por kjo është fryma kushtetuese dhe nuk ka opcion tjetër. Vendosi ka paralajmëruar vazhdimin e seancës që ka nisur në orën 11, cilën në fakt nuk e ka mbyll. A ka ndonjë bazë që vazhdohet kjo se si do veproni ju? Po prej 9 shkurtit vetë vendosa ashtu sjell kështu. Edhe mas 19 nëntorit nëse vazhdojnë mos sjell kështu, kjo është dëshmon që po sillen se vetë mjaftueshëm me qëllime politike, por kauzat e tilla nuk kanë fituar asnjëherë. Mund me zgjat, por përfundimisht humbin. Faleminderit shumë.